Përshëndetje miq të gazetës Lajm dhe Lajm TV-s. Ja ku jemi sërish me emisionin e radhës Dialog të Lajmi, ku të ftuar kësaj radhe të emisionit kemi deputetin e ASH-s, zotin Halil Cnopçi. Mirë se erdhët. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën. Kënaqësia është jona. Dhe analistin e përhershëm të gazetës Lajm dhe Lajm TV-s, zotin Florian Nësimi. Mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Zoti Cnopçi, prej frontit ka isu largua edhe Zjadin Sela. Tani si të them nga partitë e mëdha në front keni ngelen vetëm edhe ju bashkë me Ali Ahmetin. A mendoni se do të keni në këto rrethana që janë krijuar tani dhe në këtë konstelacion do të keni kapacitetin e nevojshëm që të jeni suksesshëm edhe në zgjedhjet e ardhshme që pritet të mbahen në fillim të vitit të kaluar? Fjalën e kam për komunën e Gostivarit dhe vrapçishtit, megjithëse bëhet fjalë për 4 komuna, po 2 janë maqedonëse. Domethënë, sipas informacioneve që kemi ne, domethënë Zjadin Sela është larguar nga fronti evropian. Rrjedhimisht gjithë supozojnë se largimi i Zjadin Selës nga fronti evropian i bie që ndoshta ai partia e tij ose grupi politik që e ka lider zotin Sela faktikisht do largohet ndoshta edhe prej koalicionit të Aleancës Kombëtare për Integrim. Tash ne edhe kur e bëm koalicionin e Aleancës Kombëtare për Integrim, lideri ynë Arben Taravari marrëveshjen e kishte me frontin evropian, por marrëveshjen e bëri me liderin e BDI-s, Ali Ahmeti, i cili normalisht reprezentonte edhe përfaqësonte edhe frontin evropian. Do me thënë, kjo është 1. 2, është e vërtet se në këto 4 komunat kemi zgjedhje të përsëritura, dhe nuk e di si do të veproj Zjadin Sela në këto zgjedhje të përsëritura, për shkak se ai dhe eksponentët të partisë së tij publikisht kanë deklaruar që do vazhdojnë të veprojnë si parti opozitare, pra nuk me largimin nga fronti evropian, ajo nuk do të thotë se do i bashkangjiten qeverisë, bile kishte disa deklaratë publike që unë mund të jem pjesë qeverisë nëse plotësohen disa kushte, po plotësimi i atyre kushteve është gati se pamundësi për momentin, për shkak se për të njëjtat kushte Aleanca për shqiptarët doli prej qeverie. Dhe me dhe për koalicionit Vlen, kupton se koalicioni Vlen ishte pjesë qeverisë. Unë nuk besoj se rrezikohet fitoria në këto komuna, normalisht. Në këto komuna ka disa çështje shumë të padefinuara, nëse më lëni të preki. Unë parashtrova një pyetje publike ministrit për drejtësi. Do me thënë javën e kaluar. Po, parashtrova i cili nuk u përgjigj, faktikisht iku nga përgjigje, tha se do të përgjigjet me shkrim. Pra shtrova disa dilema. Është përgjigjur me shkrim? Jo, nuk është përgjigjur. Normalisht ai blen kohë se duhet të konsultohet me qeverinë, duhet të konsultohet me Komisionin Shtetëror Zgjedhor, se duhet të përpilohet një përgjigje ku të gjithë jenë të një mendimi, sepse është i qartë, ka shkelje të ligjit. Nëse eventualisht nuk përgjigjet? Po, nuk është risi se ka ndodhur në të kaluar. Jo, nuk mund të çojmë, s'kam përgjegjësi, edhe pse në bazë rregullore ato kanë obligim që në afat për 30 ditëve të japin përgjigjen për pyetjeve të deputetëve, por ka raste në të kaluar që nuk është respektuar ai afat. Nuk janë përgjigj, bile edhe gjatë këtij mandati kemi pyetjen time për cilën nuk është përgjigj edhe kryeministri Mickoski, po kur gjë. Po dëshoj ta preki atë pyetje në lidhje me këtë çështje e zgjedhjeve përsëritur, pasi jemi në këtë temë mos kthehemi më vonë. Domethënë unë parashtrova pyetje se thash ministrit për drejtësi se në bazë të nenit 132 të ligjit për zgjedhje, thotë nëse nuk ka cenzus, përsëriten zgjedhjet. Nuk është problem. Pra këtu jemi qartë. Po pyetja plotësuese ishte në bazë të 132A nenit plotësues që u ndry ligji në vitin 2024, thotë se afati i përsëritjes duhet të jetë jo më shumë se 60 ditë prej momentit të shpalljes së rezultateve përfundimtare. Dhe rezultatet përfundimtare për këto komune janë shpallur 29 tetor. Që i bie se zgjedhjet duhet të përsëriten maksimum deri në 28 dhjetor. Ditën e njëjtë kur zgjedhjet janë në Kosovë, për shembull, janë caktuar. Dakor. E këto si pikë referente 60 diçit e marrin 11 nëntorin, kur Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka dalë me konkluzionin se zgjedhjet kanë përfunduar komplet. Pra, jo shpallje së rezultateve përfundimtare. Se në Gostivar, Vrapqish, Mavrov dhe Rostush dhe në Zhup zgjedhjet ka përfunduar pas vitit të parë, ditën e parë ka pas cenzus, dhe në komunë ka përfunduar. Kjo ishte dilema e parë. Dilema e dytë që e parashtrova ministrit për drejtësi, thash, nëse afati është jo më shumë se 60 ditë, a do të thotë kjo logjikisht që kryetari i parlamentit ka mundësi të cakton zgjedhjet edhe mbas 20 ditëve, mbas 30 ditëve, mbas 40 ditëve. Pra nuk ka afat minimal, ka afat maksimal.
Pse parashtrohet këtë pyetje? Pse ekziston dilema, a duhet shkohet me kandidat të njëjtë apo a ka mundësi të ndryshojnë kandidatët? Qeveria ka vendosur sigurisht të ndryshojë kandidatët. Pse kjo dilemë është e rëndësishme? Për shkak se kryeministri Mickoski vetë tha në një deklaratë publike, tha un kam afat për 15 ditëve që ta informoj kryetarin e parlamentit. Dakor? E tash kryeministri thot publikisht këtë deklaratë, ligji e mundson. Ai mundet të shfrytëzon komplet 15 ditën, dakor? Dhe nëse shfrytëzon komplet 15 ditën, ngelen që zgjedhjet duhet të mbahen pas 45 ditëve, për momentin që informon kryetarin e parlamentit. Dhe se Komisioni Shtetëror Zgjedhor thot se neve na duhen 54 ditë për organizim. Pra nuk nishtrohet pyetja e ministrit drejtësisë tash, nëse kryeministri e shfrytëzon afatin maksimal, 15 ditë. Pra zgjedhjet nuk mund të mbahen me kandidat të ri. Pse? Për shkak se nuk mund të plotësojnë afatet që i kërkon Komisioni Shtetëror Zgjedhor. Prandaj tash jeni gabim se këto janë zgjedhje të përsëritura, nuk ka cenzus dhe normalisht përsëriten që në përsëritjen e zgjedhjeve të hiqet kriteriumi i cenzusit që të zgjidhen këto kandidat. Pra, kjo është dilema e parë, për cilën s'morëm përgjigje. Po ka edhe dilema e dytë. Unë jam jurist, po në përcaktimin, emërimin e ushtruesve të detyrave. Pra, përfaqësues qeverisë të autorizuar që do të kryejnë këtë funksion. Pra, sot pritet të emërojnë këto ushtrues të detyrave. Në Gostivar është rast specifik edhe juristët të fakultetit juridike komentuan. Pra, Gostivar kemi një ushtrues detyre, i cili ushtron detyrën deri në zgjedhjen e kryetarit të ri në zgjedhjet e rregullta, sipas ligjit për veçërisë lokale. Që i bie në rastin e Gostivarit ti nuk mund të emërosh një ushtrues tjetër, sipas ligjit. Pra, gjithnjë këto janë disa konfuzitete, disa çështje probleme ligjore dhe fatkeqësisht ministri hiku prej përgjigjes. Nuk ka ndodhur në prezencë të ministrit mos përgjigjet. Pra ne marrim përgjigje me shkrim kur kërkojmë përgjigje me shkrim dhe kur për shembull nuk është prezent ministri aty, ndodhen për shkaqe të arsyeshme ose për çfarë qoftë, ose nëse zëvendës ministri i cili zëvendëson ministrin nuk është në gjendje të përgjigjet në emër të ministrit. Pra unë nuk ka pas rast në të kaluarën të ndodhë që ministri mos përgjigjet. Që i bie, unë i thash pastaj në një kundërpërgjigje, po ministër, ne mos u mërzit, ne nuk do ta ankimojmë në gjykatën kushtetuese, se ne në Gostivar jemi të interesuar që sa më shpejt ta kryjmë këtë punë, se qytetarët janë në pritje, ta respektojmë vullnetin demokratik të qytetarëve. Por kjo tregon mospërgjigja juaj tregon se ju nuk jeni sigurt dhe dëshironi të bleni kohë që të konsultoheni qoftë me përfaqësues qeverisë, qoftë me Komisionin Shtetëror Zgjedhor që të jeni një mendimi. Nuk mundesh ti si ministër mos kesh mendim për këtë. Dakor, pra këto janë disa probleme sepse normalisht pavarësisht rezultatit të rrethit parë, zoti Feizi, pavarësisht faktit që s'kishte cenzus. Por ne nuk mund të mohojmë vullnetin ashiqare të qytetarëve. Pra vullneti demokratik nuk mund të mohohet. Pra me ligji vërtet parashes se duhet të dalin 1/3 e votuesve, pra s'ka cenzus, por ligji është një ndalesë, një barazi përpara ndalesës, përpara sankcionimit, dakor? Pra demokracia është barazia përpara shpikjes, përpara zhvillimit të idesë, zhvillimit të vërtetës. Dhe demokracia nuk është regjim, demokracia është praktik dhe ajo praktikohet me ushtrimin e idesë së demokracisë. Dhe 17.000 votat që ka marrë kandidati ynë në rrethin e parë, ka shi 4.200 votave të kandidatit Vlenit, është një vullnet demokratik të cilën nuk mund ta mohojë askush. Pra 17.000 votat janë një fantum votave shumë të mëdha me një diferencë 13.000 vota që vështirë dhe është pamundësi të përmbyset ky vullnet i qytetarëve të Gostivarit, ky vullnet i demokratik. Dhe pavarësisht vendimit të zotit Sela, mendoj që në 11 janar do përsëritet rezultati i njëjtë. Por e preka çështjen e respektimit të ligjit sepse qeveria gjithnjë referohet në ligje, e vetë jemi të bindur se nuk e respekton ligjin në rastin konkret. Pavarësisht se këtu për shembull ka edhe një problem tjetër. Ne jemi të sigurt se ligji, më falni se zgjata, po të jap mundësinë pas edhe zotit Florian të përmbylli këtë analizë, sepse këtu ka edhe një tendencë tjetër. Tendenca e interpretimit të tillë të ligjit është për faktin që ato nuk dëshirojnë të votojnë mërgata. Se të ishte votimi 28 dhjetor, ashtu sikurse e komentoi dhe jemi të bindur se thot ligji dhe hik prej përgjigjes ministri i drejtësisë, atëherë do votonte edhe mërgata. Parashtrohet pyetja kujt nuk i konvenon votimi i mërgatës. Pra, pse mos e shohim verdiktin e mërgatës, vullnetin e tyre, ndikimin e tyre. Por unë mendoj VMRO të PMN-ja nuk lejon që të shohim edhe vullnetin e mërgatës shqiptare. Sa më shumë popull voton,
popull shqiptar voton, aq më e dobët është VMRO-ja. Sa më pak popull shqiptar voton, aq më e fortë është VMRO-ja. Po VMRO-ja dëshiron të ndaloj, se unë mendoj se kjo është kjo vjen kryesisht nga VMRO të bënë dhe fatkeqësisht këto të vlenit japin drejtë jeshile këtij interpretimi në fakt, sepse sa më e dobët të jetë vota e shqiptarit, aq më shumë realizojnë planet e VMRO-s. Sa më e fuqishme të jetë vota e shqiptarit, aq më pak do realizojnë planet e VMRO-s. E tani, pse kjo nuk i konvenon edhe vlenit, këtë nuk e di. Se vlenit nuk duhet të hikën që të mundsojmë që diasporës të votojë. Se diasporën njëherë hoqëm prej impaktit të tyre në përcaktimin e numrit të këshilltarëve. E tash nuk u mundsojmë të votojnë as barem në këto dy komuna, ku themi se nuk ka cenzus. Shve, këtu ka edhe një paradoks ligjor. Numri i këshilltarëve përcaktohet në bazë të numrit të banorëve rezident. E nga ana tjetër cenzusi, që nuk u plotësua, përcaktohet në bazë të numrit total të votuesve. Pra, te numri i këshilltarëve nuk e përfshin mërgatën, ke numri te cenzusi e përfshin mërgatën. E aq më tepër kur e përfshin mërgatën, pse nuk lejon të votojë? Pra, kjo është një pyetje diskutabile për cilën ne duhet të mendojmë seriozisht pse është kjo tendencë. Pse interpretojnë ligjin ndryshe me qëllim që mos lejohet mërgatës të votojë. Pra, ky është një çështje për të brengosur dhe pse e hekin mërgatën, pse dëshojnë të adopsojnë fuqinë e votës shqiptare dhe popullit shqiptar. Pra, kjo është një dilemë për cilën duhet me pas përgjigje. Faleminderit. Për këtë pjesë, normal. Edhe më fal që e zgjata pak përgjigje. Jo, është në interes publikut, dihet qëndrimi juaj partijak dhe e vlerësimi juaj. Unë ndoshta ndalidhem fillim me pyetjen fillimisht që parashtrohet këtë daljen e Selës që ishte nga koalicioni AKI. Mendoj se momentalisht kemi pak një situatë konfuze apo një situatë të paqartë me këtë çka po ndodh te opozita shqiptare. Sela deklaroi se largohet nga AKI-ja, ndërsa në të njëjtën kohë tha se edhe brenda kuvendit deputetët e saj do të veprojnë si grupi i veçantë parlamentar, që lëndë në kuptohet se largohet edhe ka Fronti Evropian. BDI-ja deklaroi se do të vazhdoj veprimin e saj në kuadër të Frontit Evropian, ndërsa Aleanca e Zotrit Taravari deklaron se vazhdojnë në AKI. Dhe do me thonë, këtu kemi një konfuzion në aspekt të asaj se tani i bjen se do të vazhdoj veprimi i AKI-s edhe pa BDI-n aty brenda. Mirë po, mendoj se kjo situatë e paqartë që ekziston me siguri se do të definohet më njëherë pas mbarimit të zgjedhjeve lokale në Kosivar dhe në Vrapçisht, dhe ku aty këto tre partitë kryesore opozitare që janë me siguri do të bashkërendojnë ato veprimet e tyre dhe do të vendosin se cila si do të vazhdojnë në të ardhmen. Ndërsa sa i përket këtyre çështjeve të cilat i ngriti zoti Snopshe në lidhje me datën e mbajtjes së zgjedhjeve dhe me këtë afatet edhe delegimin nga ana e qeverisë një personi i cili do të udhëheq brenda kësaj periudhe me komunën e Gosivarit dhe Vrapçishtit, mendoj se te ky rast kemi kolizion të ligjeve. Është ligji për vetë administrim lokal edhe kodi zgjedhor. Në bazë të ligjit për vetë administrim lokal, personi i cili do të udhëheq duhet të jetë ai personi i cili veshmosht i caktuar si ushtrues detyrë, që në këtë rast është zotri Valbon Limani. Ndërsa në bazë të kodit zgjedhor duhet qeveria të caktojë një person. Dhe këtu është ai kolizioni i ligjeve që mendoj se ligjvënësi nuk e ka parapa këtë situatë. Dhe tani mund të arsyetohet se nuk e ka parapa, mirë po një ligjvënës i mirë duhet të parashoh gjithmonë të gjitha situatat. Dhe mendoj se në këtë rast duhet veproj tjetë në fuqia i ligji i cili në jurisprudencë quhet si lex specialis apo ligji special. Dhe në këtë rast ligji special është ligji për vetë administrim lokal. Dhe duhet vlejnë normat e atij ligji, të cilat parashohin se personi i cili është ushtrues detyrë duhet vazhdoj mandatin e tij si ushtrues detyrë deri në zgjedhjen e një kryetari të ri në zgjedhjet e rregullta. Ndërsa sa i përket afateve, mendoj këtu zoti Snopshe që e lidhi me këtë punën e Margatës, mendoj se në këto zgjedhje që do të mbahen zgjedhjet lokale në Gostivar, vota e Margatës nuk është vendimtare. Kjo arsyeja e parë është se tani këto janë zgjedhje të përsëritura ku nuk nevojitet cenzusi. Dhe sikur të ishte herën e parë, po që nevojitet 33%,
Ndërsa arsyeja e dytë është se zakonisht vota e Mërgatës nevojitet në ato raste, në ato komuna ku bëhet fjalë se do të fitojë shqiptari apo maqedonasi. Dhe atë nevojiten me siguri që sa më shumë mërgjimtar të vinë këtu te ne të votojnë që të fitojë shqiptari. Pastaj tek e fundit mendoj se nëse zgjedhjet do të mbahen me 28 dhjetor apo me 11 janar, besoj se është çështje nuk është shumë e rëndësishme. Edhe fundit mendoj se lart po është dihet edhe fituesi, kush do të jetë, flas për komunën e Gostivarit, që për të Vrapshishtit. Mendoj se favorit është Valbon Limani, pa marrë parasysh edhe në 28 dhjetor nëse mbashin edhe me 11 janar, edhe prandaj mendoj se më shumë është kështu si çështje teknike, megjithse qëndron këj arsjetimi i zotit Snopshe kur thotë se zgjedhjet duhet mbahen më së voni 60 ditë. Do me thonë, edhe nuk do të pritet ai dita e fundit. Mund mbas 20 ditëve, mbas 30 ditëve, nuk është patjetër që caktohet dita e 60. E tash pse është caktuar bash 11 janar, unë nuk e di, nuk kam se di ato me siguri vetë dina ai që i nënshkruan, do me thonë datën e zgjedhjeve. Mirë, po mendoj se kjo me Mërgatën nuk qëndron, por qëndron kjo pjesa tjetër se mund të organizon edhe para, nuk është patjetër që të pritet dita e 60. Zoti Snopçe. Po, do të thonë, zoti Florian, faleminderit për suportin se dat një elaborim që më shtuat ato që dëshiroja unë, kupton, për këtë pjesën e parë. Do të thonë 11 janar. Ka dy arsye. Arsyeja e parë është, më thash, prandaj lidhem me VMRO-n, pra e dhash. Pra VMRO-ja nuk dëshiron fuqizimin e votës shqiptare, pavarësisht a ka cenzus as ka cenzus më. Se VMRO-ja dëshiron të tregojë të fuqishme. Pra VMRO dëshiron të tregojë se ato janë vendimmarrës dhe vendimtar se kush do fitojë te komunat shqiptare. Sikur se ndodhi me disa komuna normalisht. Pra, po sigurisht komunat ku ka numër konsiderueshëm të votuesve Maqedonas dhe te Maqedonasit dominon VMRO-ja. Pra kjo është qëllimi. Prandaj është sa më shumë shqiptar të votojnë, aq më e dobët është VMRO-ja këtu. Sepse këto lumturohen kur s'ka cenzus. Mirë, po fituesi shqiptar do të jetë në Gostivar. Po, Gostivar është shqiptar dhe faktikisht ajo nuk diskutohet. Po VMRO-ja nuk ka as kandidat për shkak se VMRO-ja me mos suporton kandidatë e Vlenit. Atë thanë në Republikën, nuk ka dilemat, edhe kjo është legjitime. Po ato lumturohen se s'kishte cenzus në Gostivar. Gjithë. Bile aq shumë lumturohen saqë të gjitha kanë tendencën t'ia veshin fajin Aleancës për shqiptarët, sepse Aleanca për shqiptarët ka udhëheq me këto dy komuna dhe për shkak të revoltit ndaj Aleancës për shqiptarët, pavarësisht se ne jemi koalicion aki, bashkë dulëm, por ne kemi pas kryetarët e komunave. Dhe për shkak të revoltit dhe moskënaqësisë, njerëzit nuk kanë dalë në votime. E prandaj, po që se lejëshim diasporën të votojë, edhe më marginale do ishte vota e VMRO-s. Nuk do kishte pesh. Pra nuk është serioze, por është, shive, me vërtet është tragjike të mendosh se si ato gëzohen dhe non stop edhe në postim, edhe në lajm ande kanë përmendin këtë çështjen e mosrritjes së cenzusit. Pra, a dëshirojnë ta shfaqsojnë vetveten. Hajde Aleanca për shqiptarët që nga fajtore. Për 17.000 votave mori Valbon Limani. Arben Taravari 2021 ka fituar me 18.000 vota. Rrethin e dytë. Se shve 2021 kanë dalë 30.000 votues. Tani kanë dalë pak më pak se 27.000. Po, është e vërtet se ka 3.000 votues më pak që kanë dalë. Ka shumë faktor. Po sidoqoftë, ku është Vleni? Vleni ka marrë 4.000 vota. Domethënë prej Vlenit që kanë të kënaqur Gostivarasit, a pas ka revolt ndaj Aleancës, a nga ana tjetër Aleanca ka diferencë 13.000 vota. Akia, tash më fali. Njësoj në Vrapçisht. Nuk kanë të kënaqur për kryetarët aktual Vrapçishtit, i cili mori 6.000 diçka vota. A nga ana tjetër Vleni s'pas ka faj këtu, a Vleni ka 400 kusur vota. Po s'ka logjik. Prandaj kjo është një sebeb. Edhe sebebi i dytë, zoti Florian, është që ato nuk e interpretuan ligjin qëllimisht siç duhet, se po që se interpretonin ligjin siç duhet, nuk duheshte të ketë kandidat të ri. Duheshte të shkohet në zgjedhje me kandidat të njëjtë, që mos ketë kështu probleme me afatizimet, sepse vetë Komisioni Shtetëror Zgjedhor thotë, mua më duhen 54 ditë. Edhe prandaj shkohet deri në ditën e fundit dhe bëhen taktizime. Sepse gjithkund në botë kur ka përsëritje me kandidatë të njëjtë, nuk ka logjik të përsëritet me kandidatë të tjerë. Pse? Sepse nëse përsëritja bëhet me kandidatë të tjerë, i bie se këto janë zgjedhje të reja, nuk janë të përsëritura. E nëse janë zgjedhje të reja, ku është logjika mos ketë cenzus tash për zgjedhjet të reja? Do kishim pas kandidat të privilegjuar, për cilët mas ka cenzus,
Edhe kishim pas kandidat të diskriminuar për cilët pas ka pas cenzus. Shihni, Shqipëri kishim zgjedhje para një jave, a kishim Shqipëri zgjedhje? 18% ishte dalja. S'ka cenzus. As kundin botë s'ka cenzus, jo vetëm në Evropë. Ne për këshill nuk ka cenzus, këshillot u themeluan, vetëm për kryetar komune ka cenzus. Pra ne përjashtohemi. Unë se di, hyna në Google search, gjithandaj kam hyrë të pyes, të interesohem cilin shtet, nuk gjeta. As në jashtë Evropës, as në Australi s'ka, as në Kanada, as në Amerikë s'ka, as gjikundi s'ka cenzus. Vetëm Maqedoni ka cenzus. Po ky problem nuk është problem tash. Shikoj, në Gostivar çdo herë kemi ne dalje ulët. Tetov dalja çdo herë është 10% më e madhe se në Gostivar për shembull. Bogovin çdo herë dalja është 10% më e madhe se Vrapçish për shembull. A Bogovina nuk ka më shumë mërgjimtar, Vrapçishi nuk ka më shumë mërgjimtar se Bogovina. Pra këtu është një problem tjetër me mos pastrimin e listave zgjedhore. Që nuk mund s'ka teori Gostivari të ketë gati numër të njëjtë votuesish si në Tetova. Prej 2021 deri 2025, numri i votuesve në Gostivar rritet për 4000. Për 79.000 është bërë 83.000. Nga ana tjetër, në periudhën njëjtë kohore në Manastir zvogëlohet për 5.000. Numri i votuesve. Në Prilep zvogëlohet për 2.000 kusur. Edhe ne kemi detektuar, zoti Florian, me mijëra njerëz të vdekur që ende janë në listat zgjedhore. Dhe ky problem, episodin edhe para emisionit, është në ish komunën e Gostivarit përpara ndarjes territoriale, pra Gostivar Vrapçish Mavrov. Në këto komuna përsëritën zgjedhjet. Çudi. Po, se këtu në të kalorën kishte cenzus edhe kur u përsëritën zgjedhjet. Mirë po, u përsëritën 4 herë dhe u detyruan ta heqin cenzusin. Vërtet, se unë duri 2024. Po, mirë po, në këto zgjedhje pati edhe një fenomen tjetër, negativ që ishte ajo se numri i votuesve në listat zgjedhore ishte më i madh se numri i banorëve rezident në Maqedoni që janë. Rezident janë 1.800.000 diçka, ndërsa numri i votuesve në lista zgjedhore ishte më i madh se sa që është numri i banorëve rezident. Unë nuk i kam të dhënat, po i nxora edhe ato dhënat i kam në shtëpi, po faktikisht nuk mendoja se të diskutojmë. 90% të komunave shqiptare. Pra 90% komunave shqiptare. Numri i votuesve është më i madh se numri i banorëve rezident. Po. Edhe kemi një ndriçje të numrit të votuesve në përdallim prej vitit 2021. Nga ana tjetër, 90% të komunave me shumicë maqedonase, me disa përjashtime të vogla, numri i banorëve rezident është më i madh se numri i votuesve. Edhe kemi zvoglim të numrit të votuesve për dallim prej vitit 2021. Tash ku është problemi, unë nuk e di. Duhet ekspertët të japin përgjigje, por këto janë fakte. E kam nxjerr me të gjitha pastrimi listave. Pastrimi listave patjetër, shifë vetëm shembull marr fshatin Vërtok, ku kanë dalë në votime 200 veta. 200 veta kanë dalë në votime dhe fshat multietnik, jetojnë shqiptarë dhe maqedonas, votojnë shqiptarë dhe maqedonas. E di, gjithë e njohim këtë fshatin Vërtok ku burojnë lumi bardar dhe me hidrocentralet. Aktivisti ynë me emër mbi emër, i kemi emrat mbi emër, ka detektuar 18 veta që kanë vdekur më shumë se para një viti, që ende janë në listën zgjedhore, një aktivist i ri, ato që i njeh. Tu përjashtojmë ato që nuk i njeh, i përjashtojmë ato që janë shpërngul në Gostivar dhe votojnë ende në Vërtok dhe i përjashtojmë maqedonasit. Pra vetëm në fshatin Vërtok logjika thotë se ka 50 të vdekur në listat zgjedhore ku janë 200 veta. Edhe prandaj në Gostivar jo me qindra, me mijëra njerëz që në listat zgjedhore. Nuk mundet Gostivari të ketë numër të njëjtë votuesish si Tetova, s'ka gjasa. Ose Vrapçishi me Bogovinën. Se Bogovina gjithë fshati Pirokëve është në mërgim, Vrapçishi nuk ka më shumë mërgjimtar se dhe Vrapçishi, fshive Vrapçishi dhe vitin e kaluar kishte cenzus. Por për zgjedhje parlamentare nuk kërkohet cenzusi. Dakor, ky fenomen nuk është fenomen tani. Pra është një fenomen i trashëguar, pra jam i sigurt se problemi është lista zgjedhore. Fatkeqësisht ky fenomeni i mosazhurnimit të listave zgjedhore, po edhe të numrit të popullsisë në përgjithësi, e shohim se riciklohet, vazhdon të riciklohet në për ciklet zgjedhore që nga fillim vitet e 90-ta atje nuk është fenomen i tanishëm, edhe fatkeqësisht që nuk po aktualizohet edhe nuk po problematizohet sa duhet nga përfaqësuesit tanë politik. Kjo një herë përgjithmonë sepse me këto matematika, me këto shifra që po flasim, gjithnjë janë në dam të shqiptarëve dhe favorizojnë fatkeqësisht jo shqiptarët. Zoti Snopçe, ju komunën e Gostivar tani më 2 mandate e drejtoni dhe si parti politike a keni bërë analizat e nevojshme të rezultateve, sepse nuk është arritur 33% i cenzusi, nuk është rritur dhe kjo është si një fenomen negativ. Keni shqetësuar këtë situatë? Shqetësh, në Gostivar... Megjithëse shifrat nuk janë larg njëra tjetrës.
Po, domethënë, shihni, krahasuar me vitet e vërtetë, në 2021 dalja negociatare ka qenë 38%, tash ka qenë 33.32%. 21 vota. 21 vota, po 21 vota nuk arrit censusi. Jo, kam më shumë. A mund të kemi dyshim, a mund të ketë pasur ndonjë bojkot eventual, qoftë edhe prej AKI-s? U mundova ta shpjegoj edhe paraprakisht në paraqitjen tim të parë sot në hyrje, se thash në vrapçish ka pas bojkot sipas gjitha gjasave. Se maqedonisët nuk kanë dalë, sepse nuk ka teori vleni të jetë me 400 kusur vota. Fundi është partim pushtet, koalicion pushtet. Nuk ka gjasa koalicion pushtet mos të ketë vetëm 400 kusur vota. Pra sipas parashikimeve tona, ne kemi pritur deri 6500 deri 7000 vota për kandidatin ton, po kemi pritur një 1500 deri 2000 vota për kandidatin Vlenit. Ato kanë një 400 kusur, pra Vleni ka bojkotuar vrapçisht. Një pjesë të komunitetit turk ndoshta ka bojkotuar për shkak se fshati vrapçisht ka një përqindje të konsiderueshme të komunitetit turk dhe maqedonasit kanë bojkotuar. Por për Gostivarin nuk kemi indikacione të tilla. Sepse e përmenda, VMRO-ja e Gostivarit ka 4900 vota. Se në Gostivar, ky kvantum votash është më pak për shembull se vitin e kaluar 2024 në zgjedhjet parlamentare, po është në suaza të normalitetit. Se edhe te VMRO-ja ka rramje, dakor? Pra partitë pushtetit kanë humbur 31% votave për dallim prej vitit 2024. Edhe te shqiptarët, unë nuk mohoj se një pjesë të qytetarëve kanë vendosur të mos dalin. Mund të ketë disa faktorë. Sepse ne edhe në paraqitjet tona, në takime me qytetarët, unë kam qenë insistuesi më i madh. Kam thënë, o njerëz, se Gostivari kishte një përshtypje se dihet fituesi prej në fillim. Por jo vetëm ne, po edhe ato Vlenit e dinin. Pra ato ishin të vetëdijshëm se gjasat janë minimale, gati se inekzistente të bëjnë të arrijnë një rezultat favorshëm për ato. E tani ne thonim, o njerëz, mos niseni prej kësaj psikologjie se dihet rezultati, se kur dihet rezultati njerëzit e marrin me letargji. Nuk e marrin seriozisht, shkon voton burri, nuk e merr gruan, shkon voton djalin, nuk e merr nanën, nuk e merr babun e kështu me radhë, dhe kështu fenomene sigurisht kanë ndodhur. Pra jo rastësisht kemi afërsisht 3000 votues më pak pavarësisht migrimit të madh që ndodhin të 4 vjeçar, pra ne faktikisht Gostivar realisht duhet të dalin 29000 deri 30000 njerëz në votime. Dakor? Kjo është arsye e parë. Arsye e dytë, normalisht kur bën koalicion ti, nuk do të thënë se në mënyrë kumulative i marrësh votat për gjithë partive që i posedojnë. Se ka rezistent. Ndonjë aktivisti jon, për shembull, nuk dëshiron koalicion me BD-n, Dana Sjelltës. Do një tjetër nuk dëshiron me partinë e Zjadin Selës, Dana Sjelltës, dakor? Dhe ka një kvantum votash që mund të humben këtu. Dakor? Edhe ose mund të shkojë te pala tjetër, si duket rastin konkret, nuk kanë shkuar te pala tjetër, ose kanë vendosur të bojkotojnë. Edhe normalisht një pjesë të Vlenit ndoshta, tash mos e përjashtëm edhe këtë mundësi. Një pjesë të Vlenit, votuesi potencial i Vlenit, i cili e ka ditë se rezultati paraprakisht si është, edhe thotë nuk shkoj të paraqiten votoj. Si është mentaliteti shqiptar? Pra mund të jetë disa faktorë. Po ne realisht në Gostivar për Valbon Limanin, se si shtab, për shkak se ne gati se 90% i kemi godit rezultatet prej 2017-s që merrim me këtë punë. Realisht edhe sondazhet tregojnë atë se realisht ne marrim afërsisht 18000 vota. Kvantumi votave. Pra, koalicioni Aki ka 1000 vota më pak prej pritjeve që kemi pas. Edhe në Vrapqish kemi 500 deri 800 vota më pak prej pritjeve që kemi pas. Pritjet tona kanë qenë aty. Edhe censusi është për 21000 vota, thash, edhe 2021 38% kanë dalë. Kështu që përqindja është faktikisht çaq, faktikisht si nuk u arrit. Po këtë prandaj ndërlidhem me atë përgjigjen time paraprake. Nuk mund të akuzojmë tash Aleancën për shqiptarën. Ku është përgjegjësia e Vlenit? Po Vleni fundi është pushtet. Nuk mund të akuzosh ti vetëm partinë që e udhëheq veçërisën lokale. Njerëzit bile shqiptarët dhe në Maqedoni është shteti më i centralizuar në Evropë. Më shumë lidhen për pushtetin qendror sa për pushtetin lokal. Këto janë fakte. Edhe ka disa tendenca negative. Vleni sigurisht do të tentojë të bëjë diçka që është për tu brengos, një faktikisht presion jashtëzakonshëm të kompanive dhe firmave me inspektime të llojeve të ndryshme financiare, drejtori i hyrave publike kështu me radhë, ankesa nga ana e tregtarëve, dyqanxhive, punëtorive ndryshme në Gostivar, po punë presioni që mendojmë më shumë është kontraproduktive sa produktive. Nuk sjell ndonjë efekt se kemi përvojë, se Aleanca për Shqiptarët si parti opozitare historikisht kupton që jemi ndeshur me këto fenomene të cilat
kanë pas impakt negativ. Më thosh, kjo tendenca është për të shqetësuar për shkak se praktika ka të rregull. Kjo ndodh posaçërisht në këtë periudhë. Pra nuk mund të themi se ndodhi përpara zgjedhjeve. Kuptoni se pra ndodhen në këtë periudhë që është brengose. Dhe kemi ankesa, kemi evidentuar edhe emrat, mbiemrat, po nëse duhet të dalim edhe në pres konferencë normalisht, edhe emrat e kompanive, po mendoj që kohët e kanë se më shumë është kontraproduktive se produktive. Këtë edhe prej përvojës. Se Alianca për shqiptarët kryesisht ka vepruar në opozitë në historikun e vet. Pra ne 2 vite jo të plota kemi qenë pjesë e pushteteve në kohë të përkohshme. Zoti Florian, ju cilat mendoni se kanë qenë ato arsyet që nuk është arritur cenzusi 33% në komunën e Gosivardhit dhe Vrapçishtit konkretisht? Kjo mosarritja e cenzusit nuk është e humbje për Aleancën. Nuk është as për BDI-n, as për Vlenin. Kjo është një humbje e madhe dhe lajm i keq për gjithë ne shqiptarët e Maqenisë Veriut që jetojmë këtu, për shkak se kjo tregon për emigracionin e madh, si e para, tregon për një eksod masiv. Një ndër faktorët ky emigracioni. Mendoj ndoshta edhe faktori kryesor. Tregon për eksodin masiv që ka ndodhur ditë dekadat e fundit, ku sipas disa statistikave thuhet se diku rreth 300.000 shqiptarë janë larguar për dekadat e fundit. Dhe prandaj e them se ndoshta për qytetarin e Tetovës ose komunave tjera ndoshta edhe nuk është shumë e rëndësishme se kush do të fitojë në Gostivar, cila parti. Po më rëndësi është se çka do të bëhet në të ardhmen. Edhe partitë të cilat janë të përgjithshme, institucionet shtetërore që janë të përgjithshme apo një shoqëri që është e përgjithshme duhet të merret me këto numra me qëllim se këto janë një tregues se kjo problematik mund të na shfaqet edhe në të ardhmen. E kemi rastin e qendër Zhupës edhe to Mavrovo Rostushe që është, aty përsëritet disa cikle zgjedhore e njëjta. Edhe çka do bëjmë ne? Zgjedhjet paraprake kështu ndodhin. Çka do bëjmë ne si shqiptar Maqenisë nëse sot ka ndodhur në Gostivar, nesër ndodhen në Tetov për shembull, ose në Likov, se Likova ndoshta aty afër është diku, Bogovina apo vende tjera. Do me thonë çka do ndërmarrim ne edhe partitë, po edhe institucionet shtetërore, gjithë shoqëria, çka do të bëjmë ne që kjo mos na përsëritet në të ardhmen. Edhe fatkeqësia më e madhe është se ndodhen në qytet, më kupton, se sikur ndodhte në komuna rurale, ndoshta nuk është edhe shumë tragjike sa që është për qytetin. Dhe kjo është një lajm më keq për të gjithë ne. Pastaj ato gjëra tjera se ka pasur bojkot apo nuk ka pasur, ndoshta ka pasur ndonjë mllef brenda votuesve të Aleancës pse këto bën koalicion me BDI-n. Ndoshta ato të BDI-s ka dikush që nuk ka dalur të votojë nga shkaku se ka pritur që të kenë kandidatin e tyre. Që normale. Po janë normale dhe ndoshta mund të ndodhin edhe në cikle zgjedhore. Mirë, po ne si shtet, domethënë duhet ndërmarrim diçka që këto fenomene negative të mosarritjes së cenzusit mos na paraqiten edhe në zgjedhjet e radhës. Sa të vëndshme janë këto, që dy poentat për cilat kemi, po mendoj për neve si shqiptar sa të vëndshme, ishte viti 2012 kur masovikisht nga rajoni ku bë lufta, në 2012 po flas, nduket nëse mos më kapni për fjalë, ishte ministër i ekonomisë ishte Fatmir Besimi edhe unë alarmova me një shkrim timin atje sepse i shifsha çdo ditë kur shkosha për në punë kur nisesha nga Kumanova, shifsha autobuse duke u mbushur dhe duke edhe ne shkruam për atë. Pastaj na i sollën në redaksi ishim atje, na i sollën ata inspektor tatimor që të na disiplinojnë, po flas për diçka tjetër dhe jo për këtë. Edhe kjo puna e azhurnimit listave zgjedhore, ç'ti bësh? I kemi alarmu, i kemi detektu, jo që i kemi patur detektorin dorë, po janë gjëra të cilat i kemi preke dhe i kemi parë. Pra, problemi vetëm është, pra, okay, tash ndru ligji, po mos ndrojë është e ligji, faktikisht në këto komunat shqiptare mundeshte që mos ketë cenzus as pak. Por Maqedonia të bojkotojnë 11 janar, pra afër 6.000 deri 7.000 vota Maqedonia, është Turqi në Gostivar ka afër 4.000 vota të komunitetit turk. E ke qartë, edhe nuk dalin në votime, ti nuk mund të bësh cenzurë dhe qeveria e kontrollon edhe pushtetin lokal. Pra, kemi një disbalans me vullnetin e qytetarëve të komunitetit lokal. Shive, në Gostivar dhe në Vrapçish, vullneti i qytetarit, pra vullneti demokratik i votuesit është ashiqare, është e padiskutueshme. Dakor? Pra ato kanë dhënë mbështetje kandidatëve të AK-it. Tash mos them Aleancë për Shqiptar, kandidatëve të AK-it. Dakor? Pra ne jemi koalicion dhe vazhdojmë të jemi koalicion. E tani ti çka teoretikisht, ja sot për shembull, me vendim qeverie, unë nuk e di për momentin, po me vendim qeverie mund të sillen ushtrues detyresh. Edhe ato mund të jenë
edhe sigurisht do jenë, jo mund të jenë, po sigurisht do jenë njerëz nga Vleni. Për shembull, në Vrapçish mund të jetë kandidati për kryetar, i cili mori 400 kusur vota, ku është vullneti i qytetarëve? Në Gostivar mund të jetë bartësi i listës sipas liferimeve të Vlenit, i cili mori 3000 vota. Faktikisht ti ke mundësinë me vendim qeverie ta thesh vullnetin e qytetarëve. Ne shpesh themi, kuptoni se prandaj themi, hajde e kritikojmë, tash BDI-ja kryesisht kritikohet, Aleanca kritikohet se ka shkuar në Aki, ka dhënë mbështetje BDI se kështu me radhë. Po unë parashtoj një pyetje hipotetike. Çka është ndryshimi? Prekose BDI-s. A Bashkim Hasani është ndryshimi? I cili është shef kabinetin e Nevzat Betës dhe kryetari degës së BDI-s në Gostivar. Dhe Aleanca për shqiptarët e ka bërë gjithat betej kundër BDI-s kur kryetar degë ishte Bashkim Hasani. Volde Xhaferi është një djalë i pastër, bartës i listës i Akit. Tash është prej gjemve 3 që u zgjodhën. Pra ku është diferenca? Ku është dyshimi tash që pas kanë sjellë dyshim? Ose ku është dyshimi në Struk për shembull? Rami Smerkon e kishin partner koalicioni, ne e dim, Rami Smerko ka qenë faktori vendimtar që fitoi kandidati i pavarur në Struk me mbështetje të Vlenit dhe të VMRO të PMRS. Çfarë ndryshimi? E sollën ndryshimin? Ku është ndryshimi? Do Rami Smerko pas ka sjellë ndryshimin që ta ndryshon vetveten e vet me një person tjetër. Ky që ka ndryshimi? Ose në Gostivar nuk respektohet vullneti i qytetarëve, edhe sillet një person i cili ka qenë kryetari i degës i BDI-s dhe shefi i kabinetit gjatë qeverisjes së Nevzat Betës me pushtetin lokal. Ose në Vrapçish, ndryshimi me një person i cili merr 400 kusur vota. Pra, kjo është brenga, se me vendime të qeverisë nuk respektohet vullneti i qytetarit, ne duhet të insistojmë të respektojmë, prandaj demokracia është praktik, ti me një nen ligjor që kufizon censusin, nuk mund ta thesh vullnetin e qytetarëve të lokalitetit përkatës, pavarësisht. Pra unë nuk e kam mohu, pra unë e them se Aki i ka humbë këto zgjedhjet, pavarësisht se ne në 10 komuna kemi më shumë këshilltar. Dakor se Vleni. Sepse kemi humbë me kryetar komunash. Kuptoni ose jo? Po kjo nuk do të thotë se ne mos jemi kritik ndaj politikave dhe ndaj qasjes së Vlenit. Pra nuk shoh ndryshim. Nëse me Rami Smerkon që nga ndryshimi, atëherë s'më falni, unë jam gabim. Nëse me Bashkim Hasani që nga ndryshimi, më falni, unë jam gabim. Po edhe deputetja Saranda që atë shumë kritikon dhe atë shumë statuse e bën. Po deputetja Saranda ka qenë nën kryetarëve BDI-s, ka qenë këshilltare komunalëve kohën Nevzat Betës. Pra këto e kritikojnë BDI-n për një periudhë 20 vjeçare, ku vetë ka qenë pjesë përbërëse të qeverisë. Të gjitha ato këqijat për cilët e kritikojnë BDI-n, nepotizmin, skandalet e ndryshme, korrupsionin e kështu me radhë, po vetë kanë qenë pjesë përbërëseve të BDI-s. Pra ato kritikojnë vetën e vet. Pra ato thonë, vlen ne jemi ndryshe si vlen, mos bëheni si këto. Kush janë këto vetja e tyre? Pra, edhe ndaj Aleancës që japin kritika. Kritika ndaj Aleancës, pas keni shku me BDI-n. Po shive ato harrojnë që Aleanca ka qenë kritikuesja më e madhe e BDI-s historikisht. Gjitha fjalit që thonë ato tash për BDI-n, janë fjalit e Aleancës që kemi thënë ne. Pra normalisht ka qenë një periudhë që ato si pjesë e BDI-s, ndoshta në vetdijen e tyre e kanë ngulitur angjesin e fajësisë, po për shkak se kanë qenë BDI, kanë pas privilegje dhe nuk kanë shpërthyer. E tash çfarë ndodhen? Ndodhen një moment që me daljen e 20 Mexhitin nga BDI-ja, pra ato e shfrytëzojnë rastin, tash e nxjerrin atë mllep, atë të keqen e tyre dhe e bëjnë atë ekzorcizmin e tyre. Dhe sillen sikurse gjithë të këqijat e BDI-s kanë nisur për momentin që ato kanë dalë nga BDI-ja, pra Ali Ahmeti me bashkëpunëtorët e vet, këto s'pas kanë as pak faj. Po gjithë kanë qenë funksionarëve të BDI-s? Si mund të pastrohesh ti? Nuk mund të pastrohesh ashtu? Pra nuk them me plot vedi Aleanca për shqiptarët ka qenë pika më shkëlqyese e Vlenit. Se ato i flasin muhabetet e Aleancës për shqiptarët, se nuk janë origjinal. S'ka origjinalitet aty. Gjithë janë muhabetet dhe kritika që ne kemi thënë kashi BDI-s. E tash ato e bëjmë vetë kritikën e tyre. Kuptoni ose jo? Pra nuk shoh ndryshim. Çfarë ndryshimi? Po ai shive, ato janë inexistent, nuk janë në dukje. Shive, parlamenti është institucioni kryesor ku bëjmë politikat. Ashtu duhet të jetë, në një shtet normal. Bile deputeti ka drejt të inicion
iniciativa ndryshme kështu më radh, por minimumin kemi drejt parashtojmë pyetje ministrave, drejtorive të kompanive publike, kryeministrit kështu më radh. Dhe tash sillet buxheti. Ja, kjo është dita e 8-s e 9 sot. Bram kemi qenë deri në 6:30. Vetëm këtë të përmendoj. Jo, pikërisht për këtu e kam, keni qenë shumë aktiv ditëve të fundit. Po, edhash, e këtë dëshiroj zoti Feizi. Sillet buxheti. Buxheti është dokumenti kryesor i shtetit në bazë të cilit planifikohen harxhimet e parave të qytetarëve. Ashtu. Ti nëse ke dhënë një premtim qytetarëve, dhe nëse se ke buxhet, pra ke mashtruar. Ti nuk mund të realizosh atë premtim nëse nuk ke para mjete financiare për të realizuar. Dakor? Ose nëse ke para pa, atëherë është okay. Cili është dallimi në krahasim me buxhetin e vitit 2020? Edhe atë them, vetëm ta përmendoj këtë. Se ato janë inekzistent. Shihni, kishin për Nën Terezën. Ato premtojnë se 35 milionë euro, gjithë premtojnë ande këndej, s'ke mjete. S'ke janë para pa. Kishte 4 amandamente nga BD-ja i tërhoqën. Kush e urdhroi? Jo nga BD-ja, më falni, nga Vleni. I tërhoqën, i mësoj historikisht të kritikojmë BD-n. I hoqën, kush i hoqi, kush i detyroi ti e kena amandament? Nuk e dim. A nuk mund të parashtojmë pyetje pse? Po nuk janë aty. Nëse ti nuk je në diskutimin e buxhetit, pa ti je inekzistente, nuk je në dukje. Pra ato vetëm deklarativisht nëpërmjet eksponentëve sillen se interesohen për interesat shqiptare, po nuk janë në dukje nëse nuk je aty për kur sillet buxheti, të diskutosh, të përkrahesh, të mohosh. Po unë kam qenë opozitë në mandatin e kaluarve, në çdo moment minimum 4-5 deputet të BD-s kanë qenë aty me të cilët kemi debatuar, me të cilët jemi kundërshtuar, argumente kundër argumente, replika kundër replika. Nuk mund t'i parashtoj pyetjet me janë aty 9 ditë. Leje se refuzojnë amandamentet tona. Pra nuk janë aty as të votojmë për amandamentet e lokaliteteve të tyre. Shihni, për Çegranin propozoj amandament. Nuk janë 2 deputetë të Çegranit. Shihni, as të përkrahen Dafina Stojanov s'ka përkrahen, voton deputetja e Vëmëros, normalisht formalisht e di se nuk kalon, po si komuniteti si e Gostevarit përkrahen. Kto janë aty. E tash ti nëse nuk je aty, kur sillet buxheti, ku do jesh në dukje? Nuk janë në dukje, nuk ekzistojnë. Çfarë politike e bëjnë? Po un prap krahasimi, çka është dyshimi? Un patjetër të them, në kohën e BD-s një Bujar Osmani udhëziste politikat e jashtme. Nuk mund të themi se si ishte ashtu pavarësisht gabimeve dhe fajeve. Një Fatmir Besimi udhëziste politikat financiare pavarësisht gabimeve. Cili prej ministrave këtu ka impakt? A mos ketë impakt ministri i ekonomisë në politikat financiare ose ekonomike? Zero impakt. Për politikat eurointegruese mos ketë impakt ministri i eurointegrimeve. Shkon në për takime, udhëtime me delegacionin e vet kryeministit, nuk e ke ministrin e eurointegrimeve. 25 vjetori i fondit për shëndetësi. Aty e ke prezant ministrin për shëndetësi, nuk i japin fjalë nuk i japin. Dhe mos flasim për arrogancën e kryeministit dhe heshin e tyre dhe fenomenet që ndodhen në mes dy radhave zgjedhore dhe pas zgjedhjeve, me atë kanosjen e Mickovskit për Brvenicën, që është fatkeqësi. Pra kandidatin e vet nuk e përkrahen në Brvenicë. Si ndodhi në Brvenicë kemi vend votime mbi 80%, pas në Maqedonisë mbi 80% kanë dalë njerëzit. Nuk ka teori. Edhe atë mbas 2-3 orëve. Pse e lejon këtë? Kush e lejoi? Pe kujt u frigën? Pse nuk reagon? Pra ashtu e pyetja, si mund të sillen ashtu? Ose ja, koalicionet që bëhen mbas zgjedhjeve. Kumanov ke 32% shqiptar, 5% serb. Një drejtor kanë marrë, vlerë një drejtor ka marrë Partia Serbe. Pse heshin, pse nuk kërkojnë më shumë? Kërçov kush u zgjodh kryeministri i Këshillit? Si u zgjodh? Brvenic, kush e bëni Këshillin? Ku është Vleni? Butell, SDSM, VMRO, Levica e bën Këshillin. Ku është Vleni? Pse gjithë kjo heshtje? Mos flasim për heshtje tjera përpara zgjedhjeve, kupton, sikurse ishte që numri i këshilltarëve hekje e Mërgatës e kështu me radhë, të cilën kemi insistuar. Pra ne betejë në buxhet e bëjmë me VMRO-n. Pra ne bëjmë me VMRO-n, nuk është Vleni, është inekzistente, nuk është në dukje. Edhe është buxheti për dallim për vitit të kaluar para ashtu të pyetje. Pra investimet kapitale parashihen të jenë 20% më pak. Pra qeveria me plot vetdije pranon që nuk ka kapacitet të realizojë investimet kapitale. Ne jemi ekonomist. Florian, ti ekonomist je? Jurist. Pra ne jemi ekonomist, po ekonomistët thonë që nëse s'ka investimet kapitale, s'ka zhvillim, s'ka përparim, s'ka progres. Dakor? Pra e zvoglojmë për 20%, bile edhe realizimi i investimeve kapitale deri në tetor të këtij viti ka qenë 43%. Dhe ekspertët më ndjen thonë se nuk ka teori ta kalon 60%. Deficiti buxhetor është 3.5%. Shkenca thot maksimum duhet të jetë 3%. Pra e kalon vijën e kuqe që thot shkenca, nuk them unë. GDP-ja e kalon vijën e kuqe.
Pra, disa thonë deri në fund vitit të mbrihet 68-69%, nuk e di. Për momentin 62.5%, se di sa është, kupton? Pra, ne më shumë harxojmë më shumë shpenzojmë se sa japim, dakord? Që i bie se kjo mund të kompenzohet vetëm me borxhe, me hua. A vetë kryeministri tha se në këtë vit duhet të paguajmë 2 miliard euro hua. 2 miliard euro për një buxheti që nuk ka mbrin as 7 miliard euro. Pra kjo mund të paguhet vetëm me borxhe. Shive, nëse ne nuk e marrim huan tash për janarin, nuk mund të paguajmë pensionet në këtë shtet. Pra buxheti as pak nuk është zhvillimor. Bile, ja, e përmenda Nën Terezën, nuk ka para pa mjete. Edhe për infrastrukturë lokale mjetet janë zvoglume. Pra, bile edhe këtë përmendoj, bile edhe donacionet e jashtme kanë ulje drastike. Që i bie se këto të vazhdojnë atë politikën rigjide anti-evropiane, që mos i bëjnë dyshimet kushtetuese, dhe si pasojë e dinë se nuk do të marrin donacione nga jashtë. Bile kishte në krahasim Shqipëria ka marrë për disa reforma për eurointegrime 100 milion euro, Maqedonia vetëm 16 milion euro. Ditës do zvoglojnë këto. Edhe për eurointegrime të zvoglu buxheti. Pra kjo është brengosje edhe për donacionet. Bile tatimi personal që mblidhet me automatizëm, 14% më pak ka mbledh. Para shtot pyetja si mundet? Askush nuk din të sqaron. Se tatimi personal gjenerohet me automatizëm. Bile edhe për taksave kanë mbledh 7% më pak. Edhe pse kur i ndëgjon këto vëmëros se Vleni nuk flet, Vleni nuk mund t'i gjejmë këtë gjë, por kur i ndëgjon këto vëmëros, thonë se vëmëroja dallon kjo qeveri për shkak se në mënyrë më transparente i mbledh taksat. Po kemi mungesë. 7% më pak janë mbledhur për taksave. Për gjithë parametrat ekonomik, pavarësisht se jam ekonomist, por i komentoj komentet dhe parashikimet e ekspertëve ekonomik, pra ky është një buxhet brengosës, nuk premton as zhvillim, përkundrazi, nëse vazhdojmë me këtë qasje, ka mesi vitit të ardhshëm na pret bankrot. Edhe sipas gjitha gjasë është buxhet zgjedhor, edhe atë thonë ekspertët, sipas disa zërave buxhetor, që i bie se Mickoski planifikon të shkojë në zgjedhje parakoshme. Po do të shohim si do jetë. Jo, te kjo çështja e buxhetit taksoni kom ndjekur ka deklaruar vetë kryeministri Mickoski se do të ketë shkurtime gjithandej. Domethënë jo se ka të bëjë diçka me këto rajonet shqiptare, ndërsa sa i përket asaj investimeve që do të bëhen për projektin për objektin e Universitetit Nën Tereza, ishte këtu javën e kaluar zëdhënësi i Vlenit edhe ai e sqaroi se këto 35 milion euro nuk janë që jepen për një vit me një herë, mirë po do të ndahen vit për viti, edhe për këtë vit janë ndarë 1 milion, vetëm për fazën e parë, sepse tash ajo është edhe në fazën e projektimit, ashtu e arsyetoj. E respektoj këtë, po ka një problem, se për këtë vit janë ndarë më pak mjete se viti kaluam. E tash nëse janë ndarë më pak mjete se viti kaluam, si do ndahet për objektin se vitin e kaluam nuk ka nis objekti? Jo, edhe se duhet paguajnë rrogat, senet. Në opinion nuk kryon një përshtypje se i ka ndarë qeveria 35 milion euro. Jo, ditën e gjeshme Florian, nuk i jep qeveria 35 milion për një vit, nuk të jep nga buxheti i shtetit. Dakor, qartë e kam. Po ditën e gjeshme deputetja e VMRO-s del në replikon sepse thash, ne debat kemi pas me VMRO-n, se Vleni është inekzistent, nuk janë në dukje. Pra nuk duken kërkundi ato të Vlenit. Zero, pra them, nuk duken, nuk i shohim. E në 10-5 minuta vin dikush. Edhe del. Pra deputetja e VMRO-s thot replikon thot 35 milion euro që është da në këtë buxhet. Edhe unë e nxjerr dokumentin. Hajde krahasim. Në foltore e kemi. Hajde krahasim. Se shpesh kur mirëm me vesh, kur dëshojmë të mirëm me vesh, mos kemi probleme me përkthimin, i flas edhe maqedonisht. Nuk e kam atë problem. Nuk e kam atë kompleks se ti drejtojmë që ti sqarojmë punët, kuptoni aso. Kur duhet të jap mesazh politik votuesve të mi, normalisht flas shqip. Po kur dëshojmë merrem me vesh, hajde, vitin e kaluam Sanda. Bile e konfirmoi edhe Fatmir Bytyçi, ish ministri që është deputet i LSDM, se kisha afër me, domethënë ai nisi buzëqeshën. Domethënë vitin e kaluam Sanda kaç? Si mjet? Më pak, si disa përqind ishte më pak. Po si mundet? Ti nëse ndan për ajde 35 milionshin. Nëse vitin e kaluam s'ke nis asgjë. Si do nisesh si vjet? Kur ke më pak se vitin e kaluam. Si do nisish? Ose për vitin 2026, 27 do planifikojnë. Dakor, se ti duhet pagohen rrogat, senet. Unë e di se ka ulje. Dhe kur ka ulje, ka një dilem, a do ketë kapacitet të mbulojë rrogët e punësumëve Universitetin Nën Tereza, a lere me objektin. Do të shohim, do të tregoj koha. Do të takojmë në përsëri këtu. Këtu ka një të mirë, domethënë kretë këtë punë se filluam partitë dhe deputetët merren me këto çështje të cilat janë shtetërore. Për shkak se kur ishte kampanja gjatë zgjedhjeve lokale, Vleni gjithmonë akuzonin
opozitën se do të merremi me çështjet të cilat kanë bënë lokale, jo me ato që janë shtetërore, dhe atëherë ne ju thonim se do të përfundojnë zgjedhjet lokale, do të flasim edhe për këto çështje tjera, edhe mirë është që këto bëhen pjesë e debatit. Dakor. Mirë, po tani kthehemi prapë te buxheti. Për shembull, te buxheti ju kam ndjekur se ju më duket se jeni më aktiv, se edhe këto të BDI-s nuk i shoh se janë diçka aktiv aty në parlament sa për këtë buxhetit, edhe keni folur për disa çështje lokale në Çegran, për disa kanalizime apo në disa vende tjera, që do me thonë se edhe këto çështje që janë lokale pas kanë qenë të rëndësishme. Edhe jo më kot ishin këto teme debate gjatë zgjedhjeve lokale. Për shkak se akuza e AKI-s ishte se nuk duhet të flasim për zgjedhje lokale, dhe gjithsesi është mirë, shumë mirë që bëhen këto debate për buxhetin dhe për Florian, ke drejti, po faktikisht donjëherë imponohen hapje tematikave të tilla. Aq më tërë ne kishim telashin më të madh, si Aleanca për shqiptarët. Për shkak se opinioni duhet të sqarohet pse dalim prej qeverie. Dakor, sepse Aleanca për shqiptarët e thash paras, ne kemi qenë pika më shkëlqyese e Vlenit. Se ato në fakt tash e uazojnë fjalorin ton dhe BDI-n. E këta bile edhe neve kritikojnë pse për anti-BDI-izmin e tyre, pse ne pas kemi dhënë për kraje. Se unë mendoj se me daljen ton, pikërisht Vleni ka ngel një koalicion artificial, dhe është edhe ky sukses që arritën, mendoj se është sukses momentar dhe sukses i çastit. Mendimi im normalisht mund të debatojmë, mund të kundërshtojmë. Dhe dalja jon prej qeverie në fakt imponoi hapjen disa temave, se ne duhet të japim sqarime. Pra ajo që ndodhi në mes dy radhave zgjedhor me Bërbenicën, që mos flasim për Koçovën, që eksponentët thanë nisën të shkruajnë statuse, etika është më e rëndësishme se etnika, bile ato të cilët angazhoheshin të kaluaren për ridefinimin e shtetit. Ato që angazhoheshin për ridefinim, tashti etika më pas ka qenë më e rëndësishme se etnika, po okay, po ku është etika në këto ndarjet e këshillave komunal? Ajo ndoshta ku është etika e zgjedhjes së kryesues Këshillit të Këshov? Po ja dio disa audio incizime që dolën, për shkak se edhe për Këshovën kemi thonë se ndryshe është të fitoje dikush, ndryshe është të dikush dështor. Në fazën e mëvonshme. Po, në momentin ne që kur morëm të vendim të dalim nga qeveria. Pra ne kishim disa arsye. Shive, Aleanca për shqiptarët është partia e vetme e cila ka dalë dyer nga qeveria. Ai që del nga qeveria nuk është shantazhueshëm, nuk mund të jesh i korruptum, nuk mund të jesh i kapur. Sepse ai që don të mbrojë vetëm të rrijë në qeverive, gjithë dinat. Tash mund të ketë muhabete dhe sulme të tashme. Prandaj thash këto tash e shpërthejnë gjithat mlefin e akumuluar në vendin e tyre të qesin atë keqen, duke menduar se e bëjnë pastrimin e tyre, dhe atë keqen e nxjerrin ndaj Arvend Taravarit, i cili ishte faktori kyç që e formuam Vlenin dhe që Vleni e çoi në opozit BDI-n. Pra ne e çum opozit BDI-n, nuk e çum këto tjerë. Aleanca për shqiptarët dhe Arvend Taravari e çoi atë opozit BDI-n. Po ne pam se nuk shkojmë me punët. Ne pam këtë qasje të vëmëros, e cila shivet edhe në mes dy radhave zgjedhore, me kanosjen e Mickovskit, i cili dëshiron ta mbështjellë atë votuesin e Vlenit me mbështjelljen e trisht disfatiste, se nëse nuk e voton kandidatin Maqedonas ose në Bërbenicë, atëherë do del për koalicioni, ose kjo sjellje arrogante me formimin e këshillave, ose sjellje arrogante e Ministrisë së Arsimit duke harruar se 257 shkolla të fillore janë me nxënës shqiptar, 41 shkollë janë me nxënës të mesme janë me nxënës shqiptar. Domethënë në mënyrë publike e shpreh euforinë ndaj gjuhës shqipe, dhe mos flasim për gjëra të tjera. Shive, ne kur rinëm qeverinë e shpresoshim se 20% që do e lëvizim, kishim premtim. Sot a besoni se dikush flet për 20%? Askush. Shqiptarët i kanë ngrit durrët, kur kush nuk beson se 20% që mund të realizohet. Mos flasim për rrugtimin evropian. A beson dikush me këtë retorik të Mickovskit për rrugtimin evropian për dyshimet kushtetuese? Gjithë e kanë ngrit durrët. Askush nuk beson. Hiç. Çka u bë me konfiskimet? Asgjë. Çka u bë me rastet e montura politike? Asgjë. As për rastin e Alfa. Ne bisedonim përpara qeverisë. Mos flasim për balansuesin. E shfrytzuan gjykatën kushtetuese për ta hek, duhesh në nëntorin e vitit kaluar të sillet ligji, e zhagitën dhe hekja e balansuesit dhe mos sjellja e ligjit ka qenë një ndër arsyet. Edhe tentativa për shfuqizimin e ligjit për gjuhën shqipe, përsëri nëpërmjet gjykatës kushtetuese, provokimet për Badinterin, po ne e pambe raporti i fundit të Unionit Evropian, e kemi lexuar. Hajde, këto thos ka korrupsion. Po si s'ka korrupsion? Nuk them unë, raporti thot. Raporti thot luftoni korrupsionin. Raporti thot korrupsioni është në vend që të shkojë me rezultate pozitive, shkon mbas. Pra kemi më shumë korrupsion. Mos flasim për pavarësinë e gjyqësorit, mos flasim për punësimet partijake, kritikat në administrat, mos flasim për vërejtjen eksplicite se bënin ndryshimet kushtetuese për të vazhduar
rrugtimin evropian për të japur negociatat. Pra nuk them unë, raporti thotë. Çfarë lufte? Ja kemi rezultat në luftën kundër korrupsionit? S'kemi. Ja i part fondet, tregun. To shtireshin me njëre, ne kemi ndal financimet tash përkohësisht, por ka qenë ultimatumi i Unionit Evropian, thotë pa mos pas rezultate konkrete nga hetimet për i part fonden, pra që është çështje korruptive ekskluzive, atëherë s'ka financime. E tash me normalisht vëmëroj kontrollon gjitha mediat, fatkeqësisht. Më vëmëroja shve që t'jesh në tutelën e vëmëros, duhet t'japish koncesione vëmëros. To dhan koncesione. Shumë koncesione, dhe vazhdojnë të japin koncesione. Unë nuk mendoj se shqiptarët kemë punët që shkëlqejnë në të ardhmen. Po ne do jemi një mburoj e fuqishme, do ushtojmë opozitarizëm shumë fuqishëm, që t'jemi mburoj, që t'jemi stop ndaj tyre qëllimeve të VMRO të VMRO-s, dhe fatkeqësisht kemi një koalicion shqiptar i cili shërben këtyre qëllimeve, jo për diçka tjetër, po me heshje dhe me mos dukje dhe mos ekzistencë. Vetëm pak nëse mund të rri kur e përmendet balancuesin. Balancuesi është hequr gjatë qeverisë së kaluar. Me 11 korrik 2023 në seancë të qeverisë është miratuar strategjia për reforma në administratën publike 2023-2026. Edhe atë reformë në qeveri që është miratuar e kanë votuar të gjithë ministrat e BDI-s. 11 korrik 2023. Edhe aty në faqen 45 të asaj strategjie shënon se është të kaluar nevoja për përdorimin e balancuesit gjatë punësimeve për shkak të keq përdorimeve të shumta të cilat kanë ndodhur. E para, edhe dita, kur është sjell ligji për përdorimin e gjuhëve në janar 2019, edhe janë dorëzuar të gjitha parashtresat në gjykatën kushtetuese. Kryetari i gjykatës kushtetuese gjatë asaj periudhe ka qenë deputeti i BDI-s, Salim Murati. Edhe ai Salim Murati, ish kryetari i gjykatës kushtetuese, të gjitha ato parashtresa i ka mbajtur në fijok, në tavolinë, edhe nuk i kanë nxjerrur në seancë. Dhe sikur këto iniciativa të ishin ngritur gjatë periudhës ai kur ka qenë kryetari i gjykatës kushtetuese, ai ka mundur të ushtrojë autoritetin e tij si kryetari i gjykatës, edhe të gjitha këto iniciativa të hidhen poshtë. Po çka bën? Ato pritën kur të ndrohet qeveria, pastaj ti nxjerrin që tani të shkaktojnë këto probleme të cilat. Pra këto fjalë që thot zoti Nesimi janë të vërteta dhe jo që thoni ju, po unë kam thënë jo një herë, po edhe bile në këtë studio kam thënë të njëjtat. Salim Muratin e kam përmend në si kryetari i gjykatës kushtetuese, është e vërtet. Shihni, balancuesi është e vërtet. Ish ministrat e BDI-s kanë nënshkruar për heqjen e balancuesit dhe është e vërtet se u hoq balancuesi. Por marrveshja përdisa kemi qenë në pjesë qeverisë. Pra unë marrveshje me Kristian Mickovskit nuk kam bë, po ka bë Arben Taravari në emër të partisë time dhe në emër të koalicionit Vlenës bashkë me liderat tjerë të Vlenit derisa ishim bashkë. Dhe ashtu siç më ka përcjell mua Arben Taravari, marrveshja ka qenë që u hoq balancuesi dhe me njëherë në nëntor e sjellim ligjin për përfaqësim drejt barabartë. Nëntori i vitit 2024. Tash jemi nëntori i vitit 2025. Përpilu një ligj si u përpilu, do shtë në një emision tjetër veçantë mund të flasim për ligjin, sepse ne si Aleancë për Shqiptarët kishim një propozim tjetër. Po nuk e shtronim, nuk e propozonim derisa të arrijmë tani në marrëveshje me VMRO-n, për shkak se nuk dëshironim ne të propozonim diçka pa dritë njëshile nga partneri i VMRO-s, se nuk kalon. Pse të propozonim diçka pas syje faqe se ishim pjesë për syje faqe sepse ishim pjesë e pushtetit. Po të ishim opozitë do e propozoheshim. Të poentojmë politikisht si opozitë, ja nuk miratohet ligji. Dhe varianti ynë i ligjit është shumë më i avancuar. Pra, thash, në duhet një emision plot. Por, marrëveshja ishte në nëntorin e vitit të kaluar. Çka u bë? Derisa ishim në pjesë e Vlenit. Pra, kishte një blokazh totale. Bile kur dulëm prej Vlenit. Përsëri në emision tuaj, se era e parë në lajm kam qenë atëherës, dhe kam thënë, do të shihni tash si do të propozohet një ligj për përfaqësim drejt barabartë që të amortizohet, se Vlenit të mbetur i duhet një mesazh nga qeveria se ecën procesi. Pra, edhe thash këtu kam thënë, shkoni në arkive të shihni. Thash, kjo dalja jon nga Vleni do të inicioj Vlenin dhe do të detyrojë Mickovskin pra të bëjë lëshime që të propozojë një ligj. Kupton që Vlenit ketë suport. Edhe ligji u propozua pasi dolëm ne nga qeveria, po tash bëhet një taktik. Një pjesë e strategjisë VMRO-s, çohet në Komisionin Venecias, pale kur do vije përgjigja, e kështu me radhë, përgjigja nuk do të thonë se mund të vijë vetëm pozitive, mund të vijë edhe përgjigje negative do të shohim, pra është një taktizim dhe blerje e kohës nga ana e pushtetit, nga ana e VMRO-s. Sëmësh,
Vleni jo se nuk është, Vleni është interesuar me sillet ligji. Po vëmëroja bën taktizim në arritjen e qëllimit që të pengon sa më shumë. Dhe normalisht, ky vakum një vjeçar ne kishim shumë impakte negative dhe shumë diskriminime në punësime. Por unë marr vetëm një shembull. EVN elektromotoron në Gostivar. Objekti ka shi komunës. Që çdo herë shqiptarët kanë qenë diskriminuar. Pra përgjithësia e shqiptarëve për e ka qenë e ulët. Dhe thosh ti duhet ta përmirësosh atë përgjithësi. Jo ta zmadhosh dizavantazhin për shqiptarëve. Për 35 punësimeve 31 maqedon 4 shqiptar. Pse s'ka balansues. E keq përdorin. Kjo është para zgjedhjeve. Pra këto janë ato efektet edhe taktizimet, se nëse ke ligj s'u bëj kështu. Po edhe balansuesi, sadoqoftë i keq ishte, se un kam qenë kritikues dhe këto që tha ju plotësisht mbajnë, po kishte një parametër, një pengesë, nuk lejonte se detyronte shqiptarët të deklarohen si maqedonë dhe maqedonët si të deklarohen si shqiptar, ose turqit si rom ose turqit anasjelltas, që të gjesh një vend pune. Se balansuesi ishte një mekanizëm që pengonte keq përdorimin, jo maksimum, jo 100%, po kishte mekanizma ndalese për keq përdorime. Dhe për këto janë efektet. Prandaj thash, jo se kemi një ndryshim me ndryshimin e qeverisë. Edhe një herë përsëri sot, hera e tretë, Aleanca për shqiptarët ishte pika më shkëlqyese e Vlenit. Dhe medaljen tonë nga Vleni është një strukturë artificiale, një organizatë artificiale. Ndoshta për momentin ka arritur sukses në zgjedhje. Me këtë anti-BDizmin dhe anti-vetvetes tyre, po me qasjen që ka pas, me mënyrën si është sjell, me koalicionet që ka bërë, nuk ka këtu ndryshim. Bile unë bashkangjitem raportit të Unionit Evropian, pra punët shkojnë më poshtë, më keq se që kanë qenë. Zoti Snopçe, pavarësisht nëse do të fitoni në zgjedhje që pritet të mbahet, shkaku i mungesës së cenzusit, a keni ndërtuar një strategji se si do të veproni më tuti, do të jeni pjesë edhe pas zgjedhjeve, flas gjithnjë, do të jeni pjesë e koalicionit me BDI-n apo do të kërkoni ndonjë opcion tjetër? Dëgjoj, faktikisht ne e deklarova paraprakisht, ne vazhdojmë të veprojmë si parti opozitare. Ne në fakt e formum këtë koalicion Aleancë Kombëtare për Integrim. Koalicioni ishte për zgjedhjet lokale dhe sipas gjitha gjasave e në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, kurdo qoftë të mbahen ato, ne do vazhdojmë me siglën Aleancë Kombëtare për Integrim. Grupi ynë parlamentar, ne si grup si deputet të Aleancës për shqiptarët, udhëhequr nga Arben Taravari, kemi vetëm 3 deputet. Dakor? Po edhe përpara koalicionit AKI ne vepronim, s'kemi det për grup parlamentar, sepse minimum duhen 5, po ne veprojmë si grup në vete. Dhe për momentin vazhdojmë të veprojmë si grup në vete, nuk ka iniciativë të formohet një grup parlamentar me emrin AKI, dakor? Po sidoqoftë ne bashkëpunojmë si koalicion opozitar dhe buxheti i fundit është tregues më i mirë, sepse aty shihen politikat. Pra, kemi propozuar 100 diçka amandamente dhe jemi nënshkruar bashkarisht. Pra, edhe deputet të BDI-s, edhe deputet të Aleancës për shqiptarët, edhe Skender Xhepi Zedi, edhe Sali Murati, që ne referum paraprakisht. Pra, në ato amandamente, siç kam vërejtur unë, nuk janë nënshkruar deputetët e zgjedhjeve Selës, po sidoqoftë ne në buxhet, pra ku duhet të jetë betejë më e madhe, fatkeqësisht gjenëm betejë vetëm për auditorin, sepse asnjë amandament nuk është pranuar. Pra amandamentet tona kanë qenë për shumë gjëra, për qerdhe, shkolla, fasada, infrastrukturë rrugore, kanalizime, ura, e kështu me radhë, jo për gjitha komunat shqiptare, edhe për Çashkën, për Studeniçanin, edhe për Pollogun, Lykovën, gjithandej, Haraçinën. Pra gjithandej kemi amandamente, asnjë amandament nuk është pranuar. Bile u drejtova ministrit financave, zëvendës ministri ishte, apo ne deputetët duhet kemi pak dinjitet. E citova filozofin Sartre kur thotë, njeriu në kuptimin ekzistencial është vepra e tij. Çfarë vepre kemi ne deputetët? Vetëm muhabet, tu të konfrontohemi, replika edhe kundër replika dhe çka kemi bërë kur gjë. Barem të dim diçka që ke pranuar me propozimin tim. Pra thash, qeveria nuk është keq spaku 1.2% të buxhetit, ti ndaja deputetëve 0.1%. Çdo deputet, jo ti ndaja deputet, po çdo deputet ketë mundësi të propozojë një projekt për vendbanimin ku jeton që të realizohet, qoftë ndonjë kanalizim, qoftë ndonjë rrugë, qoftë ndonjë qerdhe. Po domethënë faktikisht kjo puna
faktikisht nuk është në rregull, po çashtu funksionojmë ne. E vazhdimisht në kohën e fundit vazhdimisht flitet për nevojën e reformimit të Partisë Bashkimit Demokratik për integrim, Partisë Ali Ahmetit. Por nga ana tjetër nuk kemi parë në zëra të tillë nëse ka nevojë për ndryshime brenda partisë, subjektit tuaj politik. Mendoni se ka nevojë për një rifreskim, të them kushtimisht, subjekti juaj politik? Shikoj, subjekti ynë politik realisht kaloi në shumë sfida me fortuna të them. Prandaj shtrohet se njëri ishte kur vendosëm të shkojmë në Vlen. U ndam në dy grupacione të fuqishme, normalisht. Arben Taravari ishte kryetar kur u ndam, kryetari i Lancës për Shqiptarët, po në pjesën tjetër ishte Ziadin Sela, themeluesi i Lancës për Shqiptarët. Dhe kjo ishte një goditje. Po edhe për atë bëm për çështje të kauzës. Për çështje idealit që të sillim ndryshimin. Dhe ai ndryshim u bë. Pra, unë jam opozit, po nuk them se 107.000 votat të Vlenit nuk ishin legjitime. Dakor, nuk mund ta ndroj retorikën time. Qartë. Po ja që pam se në qeveri nuk shkojnë punët siç duhet. Nuk shkojnë. Pra, unë si deputet jam në shërbim të votuesve të mi. Kush janë votuesit e mi? Janë shqiptarët. Mu më ka votu Pollogu, regioni Gostivarit të Tovës. Po gjithandej, edhe unë kam impakt edhe në Kumanova ka impakt edhe në Pollog. Pra, kur shoh se edhe vetë fjala deputet, çka do thotë? Vetë fjala deputet do të zëvendësues, deputy, zëvendësues. Unë e zëvendësoj popullin tim në parlament. Dakor? E çka bëj si pjesë pushtetit? Si do të dalun para qytetarëve? Pra, unë s'u ndal. Se kam premtuar këtë, pa asnjë premtimi. Pavarësisht se Vleni kishte rezultat tash. Pra thash ishte një mlet të qytetarëve, po thash është i çastit momental. Nuk ka gjasa të zgjasën kjo. Nuk ka gjasa, ju garantoj. Po shfrytëzohet ti sa dush pushtetin, shfrytëzohet sa dush vëmëron. Dhe vjen një moment të pëlqitet. Edhe normalisht ne dulëm prap në opozitë në emër të asaj kauze. Ka dalë për nuk shkojnë punën ashtu. Unë besoj asaj. Unë jam i bindet në atë. Pra dikush mund mos besojë. Po unë flas atë që mendoj unë, dakor? Normalisht vet nuk mundeshim të bëjmë. Edhe ne kishim shpresë, edhe ende mendojmë që edhe BDI-ja pasi doli prej qeveria një periudhë, pra një vjet e gjysmë tepër është jashtë qeverisë, edhe një pjesë të përkrahasve të BDI-s në krye me zotin Ali Ahmeti, pra sigurisht janë ndërgjetësuar dhe janë vetëdijsuar më shumë. Dhe tash do kenë qasje tjetër. Pra mendoni Ali Ahmeti ka kollaj kur e shet tash Rami Smerkon se si lufton kundër Ali Ahmetit? Paradigma e korrupsionit? Pra ndryshimi është sjell si tash paras, ndryshimin e ka bërë duke ndryshuar vetveten, para mendo. Nuk e kapën logjika. ose tjerit, ha? Prandaj ne mendojmë që bashkarisht edhe ato janë ndërgjetësuar, ato e kanë kongresin, ato janë vendime autonome të partisë dhe unë për momentin besoj në funksionalitetin e këtij koalicioni, se realisht vetëm Aleanca për Shqiptarët për momentin në bazë të fuqisë politike, potencial dhe kapacitet politik, nuk mund ne të kemi një impakt gjithë përfshirës që të jemi shumë bindës. Për shkak se kishim goditje të shumta, sepse edhe në këtë, edhe pasi dolën prej qeverie, se në pavarësisht kishim oferta, shumë Mickoski në takimin e fundit me Taravarin në ofroi 4-5 drejtori plus generale. Ne do ishim shumë më të avancuar edhe me pushtet, por ne faktikisht sakrifikuam pushtetën në emër të kauzës. Edhe askush s'ka bë tjetër këtë. E ka bë Aleanca për Shqiptarët dhe ne besojmë fuqishëm në kauzën tonë. Dhe besojmë që edhe të BDI-ja dal gadal me ndërgjetësim, me vetëdijsim, dal gadal do kthehet ai ideali i 2001-shit. Besojmë fuqishëm. Normalisht çka do bëjnë ato në kongres, së shpejti në dhjetor, është puna e tyre normalisht. Zoti Florian, para se ta përmbyllim se jemi diku ka fundi emisionit. Kështu, këtë pyetje që parashton në lidhje me këtë se si do të vazhdoj veprimi opozitar në të ardhmen, mendoj se pas këtyre zgjedhjeve lokale të pjesa opozitës do të ketë një, mos them rikonfigurim se këto parti janë që do të jenë mirë, po do të ndodhë ndoshta ndonjë orientim i ri politik. Këtë shikoni si është këtu në Maqedoni vota shqiptare që dalin zgjedhje janë diku 200 deri në 230.000 vota. Tash Vleni zgjedhje parlamentare kishte 107.000, tani 90 e diçka mijë. Edhe kjo pjesa tjetër janë vota momentalisht që janë vota opozitare. Mirë po, me humbjen që pasoi BDI-ja në këto zgjedhje lokale dhe
me nevojën që është e paraqitur te BD-ja që të reformohet. Nëse nuk ndodh reformimi, që unë jam skeptik se do të ndodhë një reformim, votues të BD-s do të fillojnë të largohen nga ajo parti, sepse historia politike në gjithë botën e tregon se aty ku nuk kemi reformim, ato parti fillojnë të marrin të poshtë zonë dhe fillon largimi i votuesve, ku ato kërkojnë kështu opsione të reja politike dhe tani çështja parashtrohet këto votues që do të ikin nga BD-ja, ku do të orientohen. Ato që janë kështu të njohur si klientelistë me siguri do shkojnë ka vleni, ndërsa tani parashtrohet pyetja sa do të jetë e aftë aleanca për shqiptarët që ti tërheq këto votues ka vetja. Sepse thash prej 200 deri në 130.000. Edhe tash nëse duhet të fitohet, do me thonë vota prej këtyre duhet merren. Nëse kemi një opsion, një orientim të ri politik për shembull të aleanca për shqiptarën, nëse BD-ja nuk reformohet, atëherë duhet kjo aleancë duhet të vihet në gjah, si të them kështu në thojza, drejt atyre votuesve, ish votuesve të BD-s. Mirë, po çka do të ndodh tash nuk e di sa mund ta parashikojmë. Thashë BD-ja nuk do të ketë, nuk do të ndodhin reforma. Tani këto sa ka mundësi këto të aleancat të bashkohen përsëri, nuk besoj për shkak se di një herë kur përçohet një parti, pastaj gjasat për të bashkuar janë shumë të vogla. Në zgjedhjet e Mos lëm pa përgjigje për herë e parë në historinë e zgjedhjeve të Maqedonisë. Tash nuk e di, ndoshta një herë ndodhi 2005 kur BD ishte opozitë. Herë e parë ndodhen që opozita të merr më shumë vota se pushteti. S'ka ndodhur në të kaluarën që opozita të merr më shumë vota se pushteti. Po si se pushteti me fitoi që edhe unë e pranoj me numër kryetarësh komunave, pra 10 komuna ka fituar, opozita 4 plus 2, do t'i bëjmë 6, sipas gjitha gjasave që mos themi që 4, 10 me 4, hajde mos them 6. Domethënë pushteti vërtet me numër komunash ka fituar, po në numër total votave herë e parë ndodhen që pushteti të merr më pak vota se opozita. Po edhe ky është një fenomen që ka ndodhur. Përveç 2004-2005 kur ishte BD-ja kur e fitoi PD-shin. 2006. Do në atëherë BD-ja ka pas më shumë, opozita ka pas më shumë vota se pushteti. Edhe kur themi këto 91.000 vota, unë nuk besoj se janë gjithë, se këtu kemi një 7-8.000 vota për krajën nga VMRO-ja. Dhe unë mendoj, mendimin. Dhe sa ata kanë pat partinë e vet. Jo, kanë pas ama shive në Tetov për shembull, vitin e kaluar VMRO-ja kishte 7.500 vota. Simet kishte 4.000. Asnjëherë në histori kishin kandidat. Jo, për listën këshiltar themi. Se asnjëherë në historinë e zgjedhjeve të Maqedonisë, asnjëherë në historinë e zgjedhjeve të Maqedonisë nuk ka ndodhur që VMRO-ja Gostivarit të merr më shumë vota se VMRO-ja Tetovës. Ose në Çajir, VMRO-ja kishte vetëm 1.700 vota. 3.000 diçka ka pas vitin e kaluar. Pra ka disa vota të VMRO-s, të cilët kanë shkuar edhe për këshillat e Vlenit, që ta stopojnë atë mundësinë që Aki të ketë më shumë vota se Vleni për listat këshilltarëve në bastionet e liderëve pra në Çajir dhe në Tetov. Duhet kemi parasysh edhe diçka tjetër, se Vleni ka pasur komuna ku s'ka patur lista për këshilltar. Për shembull në Pllastënicë nuk ka pasur edhe në Çashk. Në Butel nuk ka pasur kandidat për kryetar sepse